Ju përshëndes të gjithëve, të jemi së bashku në këtë edicion informativ me mua Erni Deluzi. Rreshjet e shiut kanë shkaktuar problematika serioze në gjashtë të vendit ku janë përmbytur toka bujqësore e lumenj të dal nga shtrati. Sipas Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, problem mbetet niveli i lumit Vjos në Novosel që ka kaluar mbi 8 metra. Si pasojë e rreshjeve intensive, gjatorëve të fundit ka patur rritje të niveleve të lumenjve në disa qarqe të vendit, gjë që ka krijuar problematika serioze kryesisht për mbytje të tokave bujqësore dhe banesave, rrëshqitje dherash, dëmtime infrastrukturore dhe bllokime rrugësh. Situata më problematike paraqitet në qarqet Shkodër, Lezhë, Durrës, Fier, Berat dhe Gjirokastër, ndërsa në qarqet e tjera situata është nën monitorim ose pa rrezik. Në Shkodër, niveli i ujit është rritur në Obot me rreth 60 cm mbi rrugën kryesore dhe qarkullimi bëhet vetëm me mjete të tonazhit të lartë, ndërsa tokat bujqësore janë përmbytur. Në Vaun e Dejës, 15 banesa janë të rrethuara nga uji. Disa rrugë në Malsinë e Madhe janë të bllokuara dhe në Fusharrës ka rrëshqitje dherash, e rënje gurësh që kanë dëmtuar rrugët. Në qarkun e Lezhës, 300 hektar tokë bujqësore janë në ujë, rreth 100 banesa janë të rrethuara nga uji dhe 2 familje janë evakuuar. Ndërkaq po punohet për mbylljen e çarjes së argjinaturës në lumin Droje, fshati Dukagjin. Në Durrës aktualisht situata është drejt përmirësimit, por po punohet për heqjen e ujit nga rreth 800 banesa dhe objekte, veçanërisht në zonën e Burgut, Ish-Kënetës, Shkozet dhe Nishtull. Në terren ndodhen ekipe të vlerësimit të dëmeve që po vazhdojnë evidentimin dhe dokumentimin e rasteve. 250 persona janë të strehuar në shtëpinë e pushimit të forcave të armatosura Durrës dhe 55 të tjerë janë strehuar në kovalishencën e Ministrisë së Brendshme. Lumenj, Terzen dhe Ishëm, si dhe kanali Tones janë në kuota maksimale. Disa rrugë të qytetit mbeten të bllokuara për shkak të pranisë së lartë të ujit. Problematika ka edhe në Bashkinë Kruj, ku si pasojë e çarjes së argjinaturës së lumit Droje ka vërshime uji në 2 fshatra, Dukagjin i Ri dhe Miliska, ku janë prekur 50 familje. Në Shijak ka prani uji në 15 banesa. Në Gjirokastër ka rrëshqitje dherash në aksin Tepelen-Gjirokastër, ku qarkullimi është i kufizuar, ndërsa po punohet për rikthimin e energjisë në disa zona malore, ku ka nivele të larta të lumit Vjos në Memaliaj dhe Përmet. Në qarkun Kukës, lumenjt janë në kuota të larta, por pa problematika, ndërsa në qarkun e Tiranës ka rritjet në niveleve të lumenjve në Rogozhin dhe Kavaj, por pa rrezik të menjëhershëm për zonat e banuara. Disa rrugë janë të pakalueshme në Devoll, janë evidentuar rrëshqitje dherash dhe bllokime rrugore në Pogradec dhe Përrenjas, ndërsa në Maliq ka sipërfaqe të tokave bujqësore në ujë. Në Berat, rreth 95 hektar tokë bujqësore në ujë dhe ka rritje të nivelit të lumit Ostum. Në Fier ka rreth 200 hektar tokë bujqësore të përmbytur dhe prezencë uji në 27 banesa në disa fshatra. Shiu i dendur vijon edhe këtë të enjtë në të gjithë territorin. Sipas Institutit të Gjeoshkencave, në disa qarqe pritem problematika për shkak të vërshimeve të lumenjve dhe rrëshqitje të dherave. Rreshjet e dendura të shiut që kanë pushtuar vendin prej disa ditësh vijojnë edhe këtë të enjtë. Sipas Institutit të Gjeoshkencave, priten rreshje intensive në të gjithë vendin. Në qarqet Shkodër, Dibër, Lezhë, Durrës, Tiranë, Elbasan, Fier, Korçë, Vlorë dhe Gjirokastër mund të ketë vërshime të shpejta të lumenjve të vegjël malor dhe rrëshqitje të dherave. Në zonat urbane, në këto qarqe mund të shfaqen probleme me përmbytje të lokalizuara në varësi të gjendjes së kanalizimeve. Sipas llogaritjeve hidrologjike të IGEOS, si rezultat i rreshjeve me intensitet të lartë të rëna gjatë ditëve të kaluara, të cilat do të vazhdojnë deri këtë të enjte, do të ketë rritje të prurjeve dhe nivele të lumenjve, Mat, Ishëm, Erzen, Shkumbin. Rrezik të shtuar për përmbytje në vazhdim të ditës do të ketë lumi Vjos, lumi Drin, Buna dhe liçeni i Shkodrës. Rreshjet intensive do të përfshin qarqet Shkodër, Dibër, Lezhë, Durrës, Tiranë, Elbasan, Fier, Berat, Korçë, Vlorë dhe Gjirokastër, ndërsa në qarkun Kukës priten rreshje mesatare deri në lokalisht intensive. Rreshjet pritet të shoqërohen me shtrëngata. Në veri, lindje dhe juglindje në lartësitë mbi 500 metër nga niveli i detit, rreshjet do të jenë në formë dëbore. Temperaturat në Bregdet shkojnë nga 5 deri në 10 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 0 deri në 9 gradë Celsius dhe në vendet malore -5 deri në 4 gradë Celsius. Era pritet të fryjë mesatare deri e fortë në Bregdet dhe në zonat malore.
Të gjithë qytetarët të cilët kanë në përnosi pasuri të paluajtshme mund të kryen rivlerësimin me vlerën e tregut duke paguar një normë tatimore prej 5% nga data 22 janar deri më 31 dhjetor 2026. Rivlerësimi mund të bëhet nga një ekspert i licencuar për vlerësimin e pasurisë paluajtshme nga institucionet përkatëse ose nga drejtoritë vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës. Nga data 22 janar deri më 31 dhjetor 2026, të gjithë individët të cilët kanë në pronësi pasuri të paluajtshme do të kenë mundësi që të bëjnë rivlerësimin e kësaj pasurie me vlerën e tregut, duke paguar një normë tatimore prej 5%. Ligji për rivlerësimin e pasurisë së paluajtshme është botuar në fletoren zyrtare dhe hyn zyrtarisht në fuqi më 22 janar dhe nga kjo iniciativë pritet të përfitojnë drejt për drejt 500.000 familje. Referuar ligjit, kërkesat për rivlerësim të dorëzuara pranë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, për të cilat janë kryer pagesat e tatimit por nuk kanë përfunduar procedurat administrative nga ASHK-ja brenda datës 31 dhjetor 2026, konsiderohen objekt të rivlerësimi sipas këtij ligji dhe procedurat administrative përfundojnë deri më 31 mars 2027. Por cilat janë procedurat që duhet të ndjekin qytetarët për rivlerësimin. Rivlerësimi mund të bëhet nga një ekspert i licencuar për vlerësimin e pasurisë së paluajtshme, nga institucionet përkatëse ose nga drejtoritë vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës. Në rast se individi vendos të kryejë rivlerësimin me vlerën e tregut, atëherë ai zgjedh një ekspert të licencuar. Aplikimi të tij për rivlerësim të pasurisë së paluajtshme i bashklidhet edhe akti i vlerësimit të ekspertit. Në këtë rast, drejtoritë vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës përllogarisin bazën e tatueshme e cila llogaritet si diferencë ndërmjet vlerës së pasqyruar në aktin e vlerësimit të ekspertit, e cila nuk mund të jetë më e vogël se çmimet fiskale në fuqi në momentin e rivlerësimit, dhe vlerës së regjistruar të pasurisë ose vlerës së rivlerësuar sipas ligjeve të mëparshme të rivlerësimit, për të cilën është paguar tatimi, si dhe tatimin që duhet të paguajë individi për të regjistruar këtë rivlerësim. Në rast se individi vendos që rivlerësimi të kryhet me çmimet minimale fiskale në fuqi, atëherë ai aplikon pranë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës dhe ky fakt shprehet në formularin që i bashklidhet aplikimit të tij për rivlerësim. Në këtë rast, drejtoritë vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës përllogarisin bazën e tatueshme, e cila llogaritet si diferenca ndërmjet vlerës së dalë nga rivlerësimi me çmimet fiskale në fuqi në momentin e rivlerësimit dhe vlerës së regjistruar të pasurisë apo vlerës së rivlerësuar për të cilën është paguar tatimi. Për rastet e kalimit të së drejtës së pronësisë mbi pasuritë e paluajtshme në zbatim të legjislacionit në fuqi për tatimin mbi të ardhurat të bërë pas rivlerësimit, tatimi llogaritet sipas normave në fuqi mbi fitimin e realizuar, si diferenca e vlerës në momentin e kalimit të së drejtës së pronësisë me vlerën e rivlerësuar për të cilën është paguar tatimi. Gjithashtu ligji u jep të drejtat e personave juridik, të cilat kanë të regjistruar në pasqyrat e tyre financiare pasuri të paluajtshme me vlerë më të vogël se ajo e tregut, që të bëjnë rivlerësimin me vlerën e tregut të këtyre pasurive brenda datës 31 dhjetor 2026. Ligji i ri për ndryshimet klimatike parashikon masa të reja për uljen e emetimeve nga sektori i transportit, duke vendosur kufizime dhe detyrime specifike për automjetet e reja që hidhen në treg. Ligji ngarkon qeverinë që të miratojë rregullat të detajuara për performancën e shkarkimeve të dioksidit të karbonit nga automjetet e reja. Ligji i ri për ndryshimet klimatike parashikon masa të reja për uljen e emetimeve nga sektori i transportit, duke vendosur kufizime dhe detyrime specifike për automjetet e reja që hidhen në treg. Sipas dokumentit të sapo publikuar në fletorin zyrtare, automjetet e reja për pasagjer, automjetet e reja të lehta tregtare dhe automjetet e rënda mund të vendosen në treg vetëm nëse përmbushin kërkesat e performancës për emetimet e dioksidit të karbonit, që do përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave. Ligji ngarkon qeverinë që të miratojë rregulla të detajuara për performancën e shkarkimeve të dioksidit të karbonit nga automjetet e reja. Këto rregulla përfshin monitorimin dhe raportimin e të dhënave për regjistrimin e automjeteve të reja për pasagjer, si dhe vlerësimin e reduktimit të emetimeve, krahasuar me automjetet e reja të lehta tregtare. Një tjetër element i rëndësishëm i parashikimit të ri lidhet me transparencën për konsumatorët. Automjetet e reja për pasagjer dhe automjetet e reja të lehta tregtare do mund të shiten ose jepen me qira vetëm nëse shoqërohen me informacion të qartë për konsumin e karburantit dhe nivelin e emetimeve të dioksidit të karbonit.
Ligji parashikon gjithashtu masa të posaçme për sigurimin e informacionit mbi konsumin e lëndës djegëse dhe shkarkimet e dioksidit të karbonit gjatë marketingut të automjeteve të reja, me qëllim ndërgjegjësimin e konsumatorëve dhe orientimin e tregut drejt automjeteve me ndikim më të ulët klimatik. Gjatë vitit 2025 në të gjithë vendin janë kryer 338.880 testime teknike të automjeteve. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor bën me dije se 23.5% e tyre nuk e kaluan testin për shkak të problemeve që lidhen me sigurinë teknike dhe ndikimin në mjedis. Gjatë vitit 2025 në të gjithë vendin janë kryer 338.880 testime teknike të automjeteve, ku një numër i konsiderueshëm nuk arritën të përmbushin standardet e kërkuara për qarkullim. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor bën me dije se 23.5% e automjeteve nuk e kaluan testin teknik. Në total, 81.065 automjete u refuzuan, kryesisht për shkak të problemeve që lidhen me sigurinë teknike dhe ndikimin në mjedis, si shkarkimi i gazrave 37.6%, probleme me defektet vizuale 34.4%, probleme me sistemin e frenimit zën 15.2% të refuzimeve, ndërsa defektet në drejtim dhe pezullim përbëjnë 12.8%. Pjesët më të madhe të automjeteve të kontrolluara e përbëjnë automjetet personale me 86.6%, të ndjekura nga kamionet me 6.3%, motomjetet me 4.5%, autobusët me 1.6%, si dhe rimorkët dhe mjetet e punës. Pas kryerjes së rregullimeve dhe riparimeve të nevojshme, 73.230 automjete u ritestuan me sukses dhe u rikthyen në qarkullim, tashmë me standarde më të larta sigurie. Megjithatë, 7.502 mjete vijojnë të jenë ende në pritje të riparimit, ndërkohë 333 mjete u refuzuan përfundimisht, pasi gjatë kontrollit u konstatua manipulimi i odometrit, një shkelje që cënon sigurinë. Një tjetër element është edhe regjistrimi përfundimtar i automjeteve të vjetra. Gjatë vitit 2025, mbi 9.333 mjete u nxorën jashtë qarkullimit, një hap drejt rrugëve më të sigurta dhe një mjedisi më të pastër. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor thekson se kontrolli teknik garanton automjete më të sigurta dhe rrugë më të mbrojtura për të gjithë. Ankandi i parë i vitit 2026 për obligacionet 20 vjeçare shënoi kërkesë rekord prej 2.91 miliard lekësh dhe një normë interesi 6.72%, duke konfirmuar besimin e lartë të investitorëve të borxhi afatgjat. Ky instrument nisi si testim në janar të vitit 2025. Ministria e Financave ka zhvilluar ankandin e parë të obligacioneve 20 vjeçare për këtë vit, duke shënuar një interes të lartë nga tregu për instrumentin më afatgjat të borxhit publik shqiptar. Shuma e shpallur për ankand ishte 1.5 miliard lek, ndërsa kërkesa totale e investitorëve arriti në 2.9 miliard lek. Raporti i mbulimit u ngjit në 1.94 herë, një tregues i qartë i besimit dhe interesit të fortë të tregut për këto instrumente. Në ankand morën pjesë të gjitha kategoritë e investitorëve, sistemi bankar, individët, fondet e pensionit dhe fondet e investimit, duke pasqyruar një bazë të gjerë kërkese. Norma e interesit për obligacionet 20 vjeçare në këtë ankand u fiksua në nivelin 6.72%. Ky instrument u emetua për herë të parë në janar të vitit 2025, dhe që prej atëherë është konsoliduar gradualisht në tregun e brendshëm të titujve qeveritar. Gjatë vitit 2025, Ministria e Financave ndërmori disa hapa për testimin dhe zgjerimin e këtij instrumenti. Për herë të parë në fund të janarit të vitit të kaluar u zhvillua ankandi testim tregu, obligacione 20 vjeçare emitimi i ri, i ndjekur në mars nga një testim tregu për rihapjen e tyre. Më pas, në qershor u realizua emitimi i parë zyrtar i obligacioneve 20 vjeçare, ndërsa në shtator u zhvillua rihapja e tyre. Rihapje të tjera janë parashikuar edhe gjatë vitit 2026, duke e bërë këtë instrument një pjesë të qëndrueshme të strategjisë së menaxhimit të borxhit. Sipas Ministrisë së Financave, obligacionet 20 vjeçare janë instrumentet më afatgjata të borxhit të emetuara deri më tani nga qeveria shqiptare. Ato ofrojnë një alternativë të përshtatshme veçanërisht për investitorët institucional, si fondet private të pensionit apo fondet e investimit,
të cilat kanë horizont afatgjata investimi dhe kërkojnë stabilitet në kthime. Interesi i lartë i shfaqur në ankandin e parë për këtë vit sinjalizon jo vetëm besimin e tregut në këto instrumente, por edhe një tendencë drejt maturimit të tregut financiar vendas dhe zgjerimit të spektrit të produkteve të borxhit publik. Në harkun kohor të një viti ka pasur një rritje rekord prej 15% të paras kesh në Shqipëri. Ky nivel i lartë i paras jashtë bankave ushqehet nga ekonomia informale dhe kultura e pagesave në dorë, duke krijuar barriera për transparencën fiskale. Përdorimi i gjerë i paras fizike mbetet një sfidë kryesore për synimin e qeverisë për digitalizimin e plot të ekonomisë deri në vitin 2030. Rreth 467 miliard lek qarkullojnë çdo ditë në duart e shqiptarëve. Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, paraja jashtë bankave u rrit me thuajse 1% në nëntor 2025, duke vazhduar trajektorin e saj ngjitëse deri në fund të vitit. Nëse bëjmë një krahasim me nëntorin e vitit të kaluar, paraja fizike që qarkullon jashtë sistemit bankar ka pësuar një rritje rekord prej 15%. Nga 405 miliard lek që ishte në nëntor 2024, kjo shumë rezulton të i shtuar me 61.5 miliard lek deri në nëntor 2025. Duke nisur nga ky vit deri në 2030-ën, qeveria synon zvoglimin e pagesave me para në dorë në ekonomi dhe rritjen e pagesave elektronike. Shifrat që sapo interpretuam tregojnë se paraja fizike vijon të jetë shumë e pranishme mes qytetarëve dhe bizneseve shqiptare, duke u përdorur gjerësisht si mjet pagese për blerje produktesh apo shërbimesh, ndërsa kartat bankare vijojnë të jenë në rritje, por përdorimi i tyre mbetet më i kufizuar. Kultura jonë e kryerjes së pagesave me para në dorë, mos instalimi i terminaleve POS në të gjitha pikat e shitjes me pakicë, për shkak të komisioneve të larta që aplikohen nga bankat, niveli i ekonomisë informale, paraja nga burimet të paligjshme, janë vetëm disa nga faktorët që kontribuojnë në këtë sasi të madhe të paras fizike që gjendet jashtë sistemit bankar. Nëse do ishte e kundërta, pra më shumë para të qarkullonin brenda bankave, do të kishte më tepër transparencë të transaksioneve financiare midis qytetarëve dhe bizneseve. Veprimet me para fizike nuk lënë gjurmë. Kur pagesat bën jashtë bankave, nuk ka regjistrime elektronike, nuk ka histori transaksionesh dhe është e vështirë të kontrollohet origjina e parave. Nga ana tjetër, një nivel i lartë i paras jashtë bankave favorizon korrupsionin dhe aktivitetet e paligjshme. Keshi përdoret më lehtë për rishfeta, pastrim parash dhe transaksione të paligjshme. Sa më lart paraja jashtë bankave, aq më ulët transparenca ekonomike dhe fiskale. Mbi 140.000 të punësuar në vend do kenë detyrim që deri më 31 mars 2026 të plotësojnë divan. Detyrimin për ta plotësuar e kanë të gjithë individët me të ardhura bruto vjetore mbi 1.2 milion lek. Afro 140.000 të punësuar me të ardhura mujore bruto mbi 100.000 lek apo të ardhura vjetore mbi 1.2 milion lek do të kenë detyrim për plotësimin e deklaratës individuale vjetore të ardhurave diva brenda datës 31 mars 2026. Ky detyrim lind për çdo individ, shtetas shqiptar ose i huaj kur të ardhurat e tij vjetore bruto kalojnë shumën e 1.2 milion lekëve nga të gjitha burimet. Këto burime përfshin paga dhe shpërblime nga marrëdhëniet e punësimit, dividend, qira, shitje të pasurisë së paluajtshme, interesa bankare, fitime nga lojrat e fatit, të drejta intelektuale si licenca dhe të drejta ekskluzive, si dhe të ardhura bruto të realizuara jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Detyrimi për dorëzim ekziston edhe kur individi është në marrëdhënie punësimi me më shumë se një punëdhënës, pavarësisht nga shuma e të ardhurave që merr. Kjo përfshin rastet kur ka ndryshuar punë brenda të njëjtit muaji dhe nëse nuk ka qenë i punësuar te të dy punëdhënësit njëkohësisht. Gjithashtu një individ është i detyruar të dorëzojë divan kur ka më shumë se 50.000 lekë të ardhura nga burime të tjera që nuk i nënshtrohen tatimit përfundimtar në burim. Shembuj të tillë janë të ardhurat nga pagesat si platformat e internetit të Google, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Airbnb, Booking, si dhe platformat e tregtisë si Amazon dhe Alibaba. Individi kryen deklarimin në sistemin e tatimeve dhe më pas pajiset me urdhër pagesën përkatëse për të realizuar pagesën. Pagesa e tatimit për dorëzim të divas kryhet përmes urdhër pagesës së gjeneruar në sistemin e administratës tatimore. Ajo mund të realizohet pranë bankave të nivelit të dytë dhe nëpërmjet platformave elektronike të pagesave të miratuara nga tatimet. Në rastet kur individët për një arsye apo për një tjetër nuk bëjnë deklarimin në afat, penalizohen me gjob në vlerën 3.000 deri në 10.000 lekë. Këtë vit do të aplikohen edhe zbritje tatimore për kategori të ndryshme, kompensim për fëmijët në ngarkim deri në 48.000 lekë dhe kompensim për shpenzimet për shkollim të fëmijëve deri në 100.000 lekë.
Autoriteti rrugor shqiptar ka bërë gati tenderin për kompaninë që do të kryejë sportimin e linjave të tensionit të lartë në korridorin 8, duke lejuar avancimin e punimeve në këtë segment të rëndësishëm rrugor. Korridori 8 konsiderohet si projekti bërthami infrastrukturës në vendin tonë, ndërsa aktualisht është duke u punuar në 14 lote. Spostimi I linjave të tensionit të lartë në korridorin 8 do kushtoj rreth 116.7 milion lek. Autoriteti rrugor shqiptar ka bërë gati tenderin për kompaninë që do kryejë këtë shërbim, duke lejuar avancimin e punimeve në këtë segment të rëndësishëm rrugor. Korridori 8 konsiderohet si projekti bërthami I infrastrukturës në vendin tonë, ndërsa aktualisht është duke u punuar në 14 lote. Më konkretisht në drejtimin nga Elbasani në Qaftan, punohet në 8 lote me një gjatësi prej 26 kilometra, teksa ecuria e secilit prej tyre është e ndryshme, ndërkohë që në drejtimin e Elbasan-Lekaj punohet në 6 lote të tjerë, që mbulojnë rreth 20 kilometra nga 40.7 kilometra që është në total. Edhe në këto segmente ecuria e punimeve është e ndryshme, por autoritetet kanë deklaruar se punimet kryhen me lehtësi për shkak të terrenit fushor. Ky segment nis në afërsitë e ish kombinatit metalurgjik në Elbasan dhe përfundon në Lekaj në afërsitë të Rrogozhinës. Pjesë e korridorit 8 është dhe bypassi I Elbasanit, që nuk është tenderuar ende. Pas përfundimit të punimeve, ky aks do jetë rrugë kategorisë B, interurbane me nga 2 korsi në secilin krah, ndërsa referuar dokumenteve shpejtësia e lejuar do të jetë në intervalin 90 deri 140 km/h. Korridori 8 do të lidh portet e Italisë me portet e Varnës dhe Burgasit në Bullgari, duke kaluar përmes Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë. Në territorin shqiptar, ai shtrihet në rreth 154 kilometra. Së shpejti, qeveria do t'i hapë rrugë zhvillimit të bujqësisë moderne përmes rregullimit ligjor për aplikimin e metodave inovative të kultivimit pa pasur nevojë për tokë. Por a janë të përshtatshme këto metoda për kushtet e Shqipërisë? Ndjekim kronikën. Sektori bujqësor në Shqipëri po hyn në një fazë të re transformimi si pasojë e nevojës për rritjen e produktivitetit, eficiencës dhe për afrimit me modelet bashkëkohore të vendeve me bujqësi të zhvilluar. Kërkesa në rritje për produkte bujqësore cilësore, presioni mbi tokën bujqësore, sfidat klimatike dhe mungesa e fuqisë punëtore me sa duket kanë shtuar domosdoshmërinë për adoptimin e teknologjive inovative në këtë sektor. Kështu, teknologji si akuaponia, aeroponia dhe hidroponia po konsiderohen si alternativa moderne që mund të rrisin ndjeshëm prodhimin bujqësor duke reduktuar përdorimin e ujit, hapësirës dhe inputeve tradicionale. Megjithatë, deri më tani legjislacioni shqiptar nuk e ka pasur të parashikuar qartë ushtrimin e aktivitetit bujqësor përmes këtyre teknologjive në tokë bujqësore, duke krijuar paqartësi ligjore për investitorët dhe fermerët. Për të adresuar këtë boshllok, qeveria synon që brenda muajit prill 2026 të iniciojë disa ndryshime ligjore, të cilat synojnë plotësimin e kuadrit ekzistues dhe rregullimin e ushtrimit të aktivitetit bujqësor përmes teknologjive inovative. Qëllimi I projektligjit është të mundësojë zyrtarisht zhvillimin e akuaponisë, aeroponisë dhe hidroponisë në tokë bujqësore, duke garantuar njëkohësisht ruajtjen e funksionit bujqësor të tokës dhe përputhjen me standardet mjedisore. Konkretisht, akuaponia është një metodë për rritjen e peshqeve në rezervuare, ndërsa hidroponia dhe aeroponia përdoren për kultivimin e bimëve pa pasur nevojë për tokë. Aplikimi I këtyre teknologjive synon ndër të tjera rritjen e investimeve në bujqësi, modernizimin e fermave ekzistuese, krijimin e vendeve të punës, si dhe rritjen e konkurrueshmërisë së produkteve shqiptare në tregjet rajonale dhe europiane. Por a është nevojshme në rastin e Shqipërisë, e cila ka hapësira të mëdha të tokave bujqësore që aktualisht nuk janë në përdorim? Kjo është më tepër për vendet që kanë më pak tokë ose për vendet që kanë klimë të tillë që nuk e lejojnë një kultivim të mirë të bimëve. Unë do ta shikoja më tepër për vendet të cilët akoma domethënë nuk kanë kushtet normale për t'i prodhuar këto produkte në fushë të hapur. Sigurisht, në një moment që neve, në rast se nuk do të kemi fermerë, në rast se do të kemi një periudhë, klima do ndryshojë në mënyrë të tillë që nuk do kemi rreshje, nuk do marri, në rast se ne nuk do marrim masa për rregullimin e sistemit të ujitës që ka qenë ekzistues, por tani një pjesë e mirë e tij nuk funksionon. Megjithatë, nëse zbatohet në mënyrë efektive, reforma ligjore mund ta pozicionojë Shqipërinë si një vend konkurrues në fushën e bujqësisë inovative në rajon, duke shfrytëzuar potencialin e teknologjisë për zhvillim ekonomik afatgjatë. Startup Albania ka publikuar kriteret kryesore që investitorët po kërkojnë në vitin 2026, duke theksuar se tregu është vendosur nga idetë drejt vlerës reale, rritjes së matshme dhe transparencës së biznesit.
Startup Albania ka bërë një publikim në rrjetet sociale ku evidenton kriteret kryesore që investitorët po kërkojnë në vitin 2026, në një kohë kur tregu po bëhet gjithnjë më selektiv ndaj startupeve. Sipas këtij publikimi, fokusi është vendosur nga ide teorike drejt vlerës reale dhe produkteve që arrin të funksionojnë dhe të pozicionohen në treg. Një nga pikat kryesore lidhet me përputhjen mes produktit dhe tregut. Investitorët kërkojnë zgjidhje konkrete për probleme reale, të ndërtuara mbi një kërkesë të verifikuar dhe një treg të validuar që garanton potencial rritjeje dhe qëndrueshmëri afatgjatë. Po aq e rëndësishme është edhe performanca e matshme e startupeve. Përdorues aktiv, klientë që paguajnë dhe rritje qëndrueshme janë treguesit që dëshmojnë nëse një biznes është në rrugën e duhur dhe nëse mund të justifikojë interesin e investitorëve. Në publikim, Startup Albania thekson edhe rëndësinë e teknologjisë dhe inovacionit real, inteligjenca artificiale, automatizimi dhe vendimarrja e bazuar në të dhëna vlerësohen vetëm kur përdoren si mjete funksionale që përmirësojnë eficiencën, optimizojnë kostot dhe krijojnë avantazh konkurrues dhe jo thjesht si terma trendi. Një tjetër aspekt që po fiton pesh është qëndrueshmëria dhe ndikimi social dhe mjedisor. Investitorët po tregojnë interes gjithnjë më të madh për startupe që integrojnë parimet e zhvillimit të qëndrueshëm dhe që ndërtojnë modele biznesi me ndikim pozitiv afatgjat. Në fund, thelbësore mbeten transparenca dhe cilësia të dhënave, raportimi i qartë, treguesit e matshëm të performancës dhe komunikimi i hapur konsiderohen element kyç për ndërtimin e besimit me startupeve dhe investitorëve, si dhe për sigurimin e financimeve në një treg gjithnjë e më shumë konkurrues. Viti 2026 ka nisur me kërkesë të lartë për punëtorë në Shqipëri. Sipas të dhënave të Agjencisë Kombëtare të Punësimit, pjesa më e madhe e ofertave janë për punëtorë me arsim të mesëm, ndërsa punonjësit me arsim të lartë kërkohen shumë pak. Viti 2026 ka nisur me një kërkesë të lartë për punonjës në Shqipëri. Referuar të dhënave të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive, vetëm në javën e parë të këtij viti janë shpallur 272 mundësi punësimi nga punëdhënës të ndryshëm. Sa i përket nivelit të arsimimit, pjesa dërmuese e vendeve të punës janë të orientuara drejt punonjësve me arsim të mesëm. Mbi 230 prej tyre kërkojnë këtë nivel kualifikimi, ndërsa ofertat për punonjës me arsim të lartë mbeten të pakta. Por çfarë kërkohet konkretisht më shumë në tregun e punës? Mbi 50 oferta pune adresohen për punëtor të thjeshtë, pa kërkesa për arsim të lartë apo kualifikim specifik. Kryesisht, punëdhënësit kërkojnë punëtor ndërtimi, punëtor hekuri, furtar buke, punonjës për ngarkim-shkarkim, punëtor duralumini, magazinier si dhe profilet të ngjashme, ndërkohë nuk mungojnë as kërkesat në sektorin e shërbimeve, ku kërkohen kamarier, banakier dhe menaxher për bare dhe restorante. Në anën tjetër të spektrit, më së paku kërkohen punonjës të kualifikuar me diplom bachelori apo masteri. Në ato pak vende pune të shpallura për këtë kategori, kërkohen kryesisht ekonomist, financier apo inxhinier. Sipas të dhënave dhe analizave, një tjetër karakteristikë e tregut të punës në Shqipëri mbetet mungesa e ofertave për punë me kohë të pjesshme. Kultura e punëdhënësve shqiptar vazhdon të jetë orientuar drejt kontratave me kohë të plotë, ndërsa ofertat fleksibël mbeten ende të kufizuara. Komuniteti shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një nga grupet emigrante më të angazhuara në tregun e punës, me mbi 108.000 të punësuar, kryesisht nga gjenerata e parë dhe një nivel të ulët papunësie. Megjithatë, 41.3% e familjeve emigrante përfitojnë nga ndihma sociale e shtetit. Të dhënat e publikuara nga anketa e komunitetit amerikan ofrojnë një panoramë të thelluar mbi mënyrën se si shqiptarët në Shtetet e Bashkuara janë të pozicionuar në tregun e punës, duke reflektuar jo vetëm nivelin e punësimit, por edhe shkallën e integrimit ekonomik mes brezave. Statistikat tregojnë se komuniteti shqiptar vijon të mbetet një nga komunitetet emigrant më aktiv në aspektin e angazhimit në punë, veçanërisht tek gjenerata e parë. Nga statistikat rezulton se në SBA ka rreth 206.000 emigrantë shqiptar. Sipas shifrave, mbi 108.000 shqiptar mbi moshën 16 vjeç janë të punësuar në SBA, ku pesha kryesore bie mbi emigrantët e gjeneratës së parë, të cilët përbëjnë më shumë se gjysmën e totalit. Ky tregues dëshmon se ardhja e parë në SBA është shoqëruar kryesisht me qëllime ekonomike dhe integrim të shpejtë në tregun e punës, shpesh në sektor që kërkojnë angazhim të lartë dhe stabilitet afatgjatë. Ndërkohë, gjenerata e dytë e lindur ose rritur në SBA shfaq një profil më të diferencuar,
ku puna shpesh kombinohet me arsimimin dhe specializimin profesional. Nga ana tjetër, niveli i papunësisë në komunitetin shqiptar mbetet relativisht i ulët, me rreth 6800 persona që rezultojnë të papunë. Një shifër që sugjeron një shkallë të mirë për fshirje në tregun e punës krahasuar me komunitetet e tjera emigrante. Megjithatë, një pjesë e konsiderueshme, rreth 46.000 shqiptar, nuk janë pjesë aktive e forcës së punës. Kjo kategori përfshin student, pensionist, prindër që qëndrojnë në shtëpi apo individ që për arsye të ndryshme nuk kërkojnë punë në mënyrë aktive. Një tjetër element domethënës është prania e shqiptarëve në forcat e armatosura të SBA-s, ku 235 persona shërbejnë aktualisht, duke reflektuar një nivel të lartë besimi dhe integrimi institucional. Gjithashtu, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka publikuar në platformën e tij sociale Truth Social 2 tabela që pasqyrojnë të dhëna mbi përfitimin e ndihmës sociale nga familjet emigrante në SBA, mes të cilave bëjnë pjesë edhe familjet me origjinë shqiptare. Statistikat tregojnë se rreth 41.3% e familjeve shqiptare emigrante në SBA përfitojnë nga skemat e asistencës sociale të shtetit amerikan. Në këto të dhëna përfshihet gjithashtu edhe Kosova, ku, sipas tabelave, 46% e familjeve emigrante që jetojnë në SBA rezultojnë përfituese të ndihmës sociale. Të dhëna zyrtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor për vitin 2025 tregojnë një treg në transformim ku kambja automatike, teknologjia dhe alternativat e reja po fitojnë terren. Skanindel ka përpunuar me imtësi të dhënat e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor sa i përket mjeteve të reja të regjistruara, duke i dhënë përgjigje shumë pyetjeve, si për shembull, cilat janë tendencat e fundit, cila është marka e preferuar e shqiptarëve për autovetura, a parapëlqejnë shqiptarët më shumë autoveturat me kambje automatike dhe manuale, po ndërlënë të djegë se cilën preferojnë, kur është periudha më e mirë për të blerë një makinë, le t'i marrim se cilën me radhë. Për gjatë vitit 2025 janë regjistruar gjithsej rreth 98.900 automjete, ku mbi 80.000 prej tyre janë autovetura. Vlerësohen po ashtu rreth 33 lloje mjetesh dhe 721 marka të ndryshme të regjistruar në vitin 2025. Ndërkohë, deri në fund të vitit që lan pas në Shqipëri janë gjithsej rreth 1 milion mjete dhe mbi 847.000 autovetura. Kjo shifër e vendosur përballë numrit të familjeve nxjerr në pa një fakt domethënës, mesatarisht çdo familje shqiptare zotëron të paktën një makinë, me një raport për 1.07 autovetura për çdo familje. Muajt e verës duket se kanë shënuar edhe nivelin më të lartë të regjistrimeve, ku veçojmë korrikun me 10.000 mjete të regjistruara pasuar nga qershori me afërsisht 9.400. Sipas të dhënave duket se Mercedesi nuk do të jetë për shumë gjatë më mbreti i rrugës. Volkswagen ka patur numrin më të lartë të regjistrimeve me rreth 18.000 mjete, ndërkohë Mercedesi renditet i dyti pasuar nga Audi, Hyundai, Toyota dhe BYD. Ndërkohë që në total autoveturat me kambjo manuale janë më shumë se ato me kambjo automatike apo gjysmë automatike, gjatë viteve të fundit tendenca ka ndryshuar. Të dhënat e vitit 2025 nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor tregojnë se numri i mjeteve të regjistruara për herë të parë sipas kambjos është në favor të automjeteve me kambje automatike. Raporti fiksohet në rreth 71%, ndërkohë pesha e mjeteve të regjistruara për herë të parë me kambjo manual fiksohet në rreth 29%. Ky hendek duket jo vetëm se po ngushtohet, por do të kalojë në kat të kundër, duke parë ecurinë e viteve të fundit. Gjatë vitit kaluar, pjesa dërmuese automjeteve të regjistruara kishin motor me naftë me saktësisht 60% të totalit, makinat me benzinë ndërkohë zonë 25% të totalit automjeteve të regjistruara në të gjithë drejtorinë rajonale të transportit rrugor gjatë vitit 2025. Rreth 5% ndërkohë janë autoveturat të cilat përdorin kombinimin me gaz dhe benzinë, ndërkohë që makinat elektrike zanë rreth 6% të totalit. Referuar shifrave, rreth 6.000 automjete elektrike janë regjistruar në vitin që lan pas. Muaji dhjetor duket se ka patur volumin më të lartë me 875 regjistrime, pasuar nga qershori me 658 mjete elektrike. Numrat thonë se rreth 55.2% e tyre janë prodhuar në 8 deri në 15 vitet e fundit, ndërkohë rreth 24.7% janë prodhuar para 15 viteve. Ndërkohë automjetet regjistruara me vit prodhimi nga 0 deri në 4 vite kanë një peshë prej 14.9% ndaj totalit. Të dhënat për mjetet e regjistruara për vitin që lan pas sipas shtetit origjinës tregojnë një dominim të qartë nga Korea e Jugut, e cila zë pjesën më të madhe të totalit me 21.4%, duke u rënditur si burimi kryesor i mjeteve. Pastaj vijnë Gjermania dhe Italia me përqindje pothuajse të barabarta, përkatësisht 15.7% dhe 15.2%, çka dëshmon për një prani të fortë të industrisë europiane të automjeteve. Kina përfaqëson 9.2% të regjistrimeve, duke reflektuar rritjen graduale të mjeteve me origjinë aziatike, ndërkohë Zvicra dhe Shtetet e Bashkuara kontribojnë me rreth 8% secila. Kanadaja ndërkohë ka një peshë më të kufizuar prej 4.4%.
Rezultatet ekonomike të Kroacisë tregojnë një normë rritje të prodhimit të brendshëm bruto prej 0.9% në 3 mujorin e 4 të vitit 2025. Në 3 mujorin e fundit të vitit 2024, rritja vjetore e prodhimit të brendshëm bruto të Kroacisë ishte 3.9%. Rezultatet ekonomike të Kroacisë tregojnë një normëritje të prodhimit të brendshëm bruto prej 0.9% në 3 mujorin e 4 të vitit 2025 nga 2.3% në 3 mujorin e 3 sipas Institutit të Ekonomisë në Zagreb. Në 3 mujorin e fundit të vitit 2024, rritja vjetore e prodhimit të brendshëm bruto të Kroacisë ishte 3.9%. Vlerësimi bazohet në indeksin ekonomik që ul me 0.81 pikë në tetor krahasuar me të njëjtin muaj në vitin 2024. Të gjithë përbërësit e indeksit shënuan një rritje në tetor krahasuar me të njëjtin muaj të vitit 2024. Ndër komponentët e indeksit, 3 prej tyre treguan vlera më të larta të rregulluara sezonalisht në tetor 2025 krahasuar me shtatorin. Tregtia reale me pakicë, prodhimi industrial dhe numri i mborritjeve turistike, ndërsa komponenti i të ardhurave nga TVSH-ja regjistroi një vlerë mujore më të ulët të rregulluar sezonalisht. Një vlerësim më i saktë i rritjes së prodhimit të brendshëm bruto në tetor-nëntor do të jetë i mundur kur vlerat e indeksit për nëntorin dhe dhjetorin 2025 të bëhen të disponueshme, tha instituti. Zyra statistikore e Kroacisë do të publikojë vlerësimin e saj të parë të rritjes së prodhimit të brendshëm bruto për 3 mujorin e 4 të vitit 2025 më 27 shkurt. Qeveria miratoi në nëntor projekt buxhetin e shtetit për vitin 2026 që parashikon rritje ekonomike prej 2.7% nga 3.2% e pritur për vitin 2025 dhe më ulës se rritja reale prej 3.8% në vitin 2024. Sekretari i Shtetit i SBA-s Marco Rubio deklaroi se do të takohet me udhëheqësit e Danimarkës javën e ardhshme. Trump e shpreu fillimisht idenë e marrjes së kontrollit të Groenlandës në vitin 2019 gjatë presidencës së tij të parë. Krye diplomati amerikan deklaroi se do të takohet me udhëheqësit e Danimarkës javën e ardhshme, por nuk sinjalizoi asnjë tërheqje nga qëllimi i presidentit Donald Trump për të marrë Groenlandën, ndërsa aleatët e alarmuar përfshirë Francën dhe Gjermaninë po punojnë për një përgjigje. Një operacion ushtarak amerikan gjatë fundjavës që kapi udhëheqësin e Venezuelës ringjalli shqetësimet rreth qëllimeve të Shteteve të Bashkuara ndaj Groenlandës dhe zyrtarët amerikan kanë bërë pak për të qetësuar frikën. Sekretari i Shtetit Marco Rubio u tha gazetarëve se Trump e mbante mundësinë për të adresuar objektivin e tij me mjete ushtarake. Megjithatë, si diplomat që jam unë tani dhe për çfarë po punojmë, ne gjithmonë preferojmë ta zgjidhim atë në mënyra të ndryshme, përfshirë edhe Venezuelën, tha ai kur u pyet nëse Shtetet e Bashkuara ishin të gatshme të rrezikonin potencialisht aleancën ushtarake të NATO-s të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara me një pushtim me forcë të Groenlandës. Një sekuestrim ushtarak amerikan i ishullit arktik të pasur me minerale, një aleat i ershëm, do të dërgonte valë tronditëse në NATO dhe do të thellonte përçarjen midis Trump dhe udhëheqësve europian. Kjo ka shkaktuar reagime në Kongres me senatorët demokrat dhe republikan që thanë se prisnin që Senati përfundimisht të votonte për legjislacionin që kërkon të frenojë aftësinë e Trump për të pushtuar Groenlandën. Groenlanda është në një vendodhje strategjike midis Europës dhe Amerikës së Veriut, duke bërë atë një vend kritik për sistemin mbrojtës nga raketat balistike të Shteteve të Bashkuara për dekada të tëra. Pasuria e saj minerale përputhet gjithashtu me ambicien e Washingtonit për të zvogëluar varësinë nga Kina. Trump e shpreu për herë të parë idenë e marrjes së kontrollit të Groenlandës në vitin 2019 gjatë presidencës së tij të parë. Ai argumenton se është thelbësor për strategjinë ushtarake amerikane dhe se Danimarka nuk ka bërë mjaftueshëm për ta mbrojtur atë. Megjithëse dy traktatet tashmë e japin ushtrisë amerikane akses pothuajse të pakufizuar në ishull, njëra nënshkruar me Danimarkën në vitin 1951 dhe tjetra në vitin 2023. Shtëpia e Bardhë tha se Trump po diskutonte mundësinë për blerjen e Groenlandës, duke përfshirë përdorimin e mundshëm të ushtrisë amerikane pavarësisht kundër shtimeve europiane. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më tepër informacione mund të klikoni në faqen tonë të internetit skantv.al ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.